Меѓународниот музички фестивал Чаршија има за цел на една сцена да ги обедини класичната музика, фолклорот и ритмите на фламенкото, создавајќи настан што ќе им остане во наследство на идните генерации. Ова го истакна сопранистката Инва Мула на промоцијата на првото издание на фестивалот во Скопје. Donim që ta fillonim të fusim disa zhanre të programit që të ngelet një festival ndërkombëtar jo vetëm i muzikës klasike. Sot muzika duhet të jetë shumë demokratike, duhet të hapi dyer, duhet që njerëzit t'i afrojmë dhe mos ketë bariera kulturore, çdo njeri ta gjej vetveten. Duke qenë se kjo çarshia mbledh shumë njerëz të ndryshëm, pse mos jenë të gjithë njerëzit edhe me dëshira të kulturave të tjera. Сопранистката Дешира Ахмети најави дека првата фестивалска вечер ќе биде отворена со трио уметници од Соединетите Американски држави, Италија и Франција, изразувајќи уверување дека фестивалот ќе прерасне во културна традиција. Fillojmë me një trio, sonte që vijnë nga Shtetet e Bashkuara, nga Italia dhe nga Franca. Shpresojmë që publiku do ta shijon dhe misioni jon dhe emri im si dëshira, ashtu siç tham se emrat kanë kuptim, nuk do ndalet me dëshira që kam për të bërë gjëra të bukura. Градоначалникот на општина Чај Ризет Меджити истакна дека целта е фестивалот секоја година да расте и по квалитет и по содржина. Përzgjedhja e këtyre hapësirave nuk është e rastësishme. Çarshia e vjetër ka qenë gjithmonë një vend takimi i kulturave, njerëzve dhe historisë. Pikërisht për këtë arsye besojmë se është vendi i duhur që dhe arti të marrë një rol më të madh në jetën publike dhe të krijojë një lidhje të natyrshme mes trashëgimisë sonë dhe krijimtarisë bashkëkohore. Министерот за култура Седат Сулејмани рече дека фестивалот ќе биде мост меѓу традиционалната и современата култура. Si Ministri i Kulturës dhe Turizmit do të jem gjithmonë në përkrahje të iniciativave të kësaj natyre dhe shpresoj që gjithmonë bashkarisht kështu do të korrim suksese të mëdha. Првото издание на меѓународниот музички фестивал Чаршија ќе се одржи од 23 до 26 јули на локациите Сулијан и Куршумлијан, каде што ќе настапат домашни и меѓународни уметници.